ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith që del në pah dhe në shesh vlera e madhe e kësaj gjymtyre që gjendet në gjoksin e çdo njeri prej nesh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. E pra dijeni se në gjoksin e çdo njeri prej jush është një copë mishi. Idha salahat, salaha al-jasadu kulluh. Në qoftë se ajo përmirësohet, të gjitha gjymtyrët përmirësohen. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluh. E në qoftë se ajo prishet edhe çthurret dhe shkatrohet, shkatrohen dhe çthurren dhe prishen të gjitha gjymtyrët e tjera. Ala wa hiya al-qalb, ajo është zemra. Andaj Imam Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu tha, zemra me gjymtyrët është sikur generali me ushtrinë e tij. Në qoftë se urdhrat e generalit janë të drejta, atëherë edhe veprimtaria e ushtrisë do të jetë me gjykim të drejtë. Në qoftë se urdhrat e generalit janë të shturura, edhe ushtarët do të veprojnë sipas urdhave të generalit. Pra generali i cili i dirigjon dhe busulla e cila i orienton ju vëllezërit e mi të gjitha veprimtarin ton është zemra. Andaj sa herë që mund të vjen dikush edhe të thotë o imam, pse nuk mund të zgjoj namazin e sabahut, zemra o vëllau im. Pse nuk e ndjej dhe nuk e shijoj ëmbëlsinë e leximit të librit të Allahu xhallahu ala, zemra o vëllau im. Pse o imam kur e përmendi Allahu xhelle xhelalu nuk e ndjej dhe nuk e shijoj përmendjen e Allahu subhanahu wa taala, zemra o vëllezërit e mi. Andaj i gjithë investimi çdo njeri prej nesh duhet të jetë në përmirësimin e zemrës. Në qoftë se kjo gjymtyr përmirësohet, kollaju ju vëllezërit e mi do të jenë të gjitha veprat që na afrojnë tek Allahu te bareke ve teala.